Ka disa lloj arsyesh. E para është, mund të themi për arsye përfitimi. Ka shumë grabitqarë që mund të quajmë të cilët duan të përfitojnë, apo marrin kënaqësi nga këto lloj materiale si cilat e shikojnë tek të miturit, që janë shregullimi i pedofilisë. Persona të tjerë të cilët kanë probleme psikoemocionale, ose mos funksionim të mirë seksual dhe marrin kënaqësi duke parë dhe eksploruar botën e të miturve. Dhe çfarë ndodh? Nuk janë këta fëmijët e rritur që mendojmë neve, janë fëmijët 11 deri në 6 vjeç viktimat e këtyre. Jo një 16-17 vjeçar. Këta janë preha e këtyre personave që janë me këtë tagër pedofilie. Por kemi edhe më të rritur, të cilët janë viktima. Shpesh herë neve kemi parë në raste që janë autorë ose të dyshuar të këtyre veprave janë edhe vetë të miturit që shpërndajnë apo i prodhojnë këto video. Ndoshta edhe të shtyrë nga të tjerët, kemi pasur raste të cilat janë arrestuar apo kemi pasur edhe raste që kemi trajtuar. Problem kemi një diçka tjetër që familja është e fundit që merr vesh